Për 30 minuta, ky problem mundet me u zgjidh. Kur i ki 2 milion, ta kishit zgjidh jo. kur i ki 2 milion, me e jep sektorit privat, pse si pate 2 milion me e pagu pastrimin? A e keni nënshkru, javën e fundit e keni nënshkru me operatorin privat 2 milion. E pse ato 2 milion nuk ja dhe pastrimit për shërbimin që e ka bu, ki infrastrukturë ma shumë, ki kamion ma shumë, ki punëtor ma shumë, asë një operator privat për momentin nuk ja afrohet ndërmarrjes pastrimi. S'mundet, apo kupton, se nuk ka qenë as fokus i operatorëve privat me investu në një industri, se e kanë ditë që pastrimi është super fuqi. Andaj, kjo është totalisht e papranueshme. Unë pjo them, nuk shoh vullnet, s'ka disponim për me jap zgjidhje, po shfrytëzohet për me u arsyetu pa aftësia atyre, po gjithë kjo punë, unë po them, kjo qeverisje lokale, kjo gjendje me mbeturina e pasqyron mas mirti. Nëse folim për qeverisje lokale në Prishtinë, çmti thu. Qeverisja lokale në Prishtinë është gjendja të cilën e shohim sot me mbeturina.